të gjithëve! Jam Sara dhe mirë se vini në videon time të re. Don't play with it, don't be dishonest. Atëherë, duhet t'ju kërkoja falje sepse kam shumë kohë pa bë video, e di. Po thoya bëj tani e pastaj bëj diçka tjetër. Shumë gjëra kam qenë edhe e zën, edhe nuk kam pas mundësi, por këtë herë do ju sjell me një vlog të gjatë, sepse nesër ikim për Shqipëri. Ikim për Shqipëri, por është një surprizë. Domethënë, e dim vetëm unë, burri, të Lea. E dim vetëm ne, sepse do ikim në Shqipëri tek familja e burrit. Do i bëjmë surprizë dhe do i çojmë Lean atje. Sot është dita para nisjes dhe do bëhemi gati gjitha gjërat, valigje, çantat dhe gjithçka që duhet. Dhe shifemi. Shifemi çka ka bërë kjo miza. O Lea! Po çka ke bërë, mamam? Tani do rregullojmë të rrobat, të palosin do rregullojmë. Dhe avashova tani do të gjej çantat edhe do i bëjmë gati. Tani do fus një lavatriçe të gocës dhe ti marr shumë që është dita e mirë sot. Domethënë nuk po bie shi, kam kohë t'ja të thahen, të lahen dhe krejt. Kështu që mund t'i marr edhe diçka nesër nga këto të bukura që ka për të larë. Që ka për dorë, domethënë. Atëherë në këtë kohë ka hëngrën Lea, i kam bërë me hëngër, pastaj ka fletë, kam bërë me fletë, ka fletë 2 orë, është që tani, dhe unë në kohë që ke po flinte hëngra, unë buke, lava enet e rregullova prap, tani po hekuros ca rroba të Leas që janë la, dhe pastaj vazhdojmë bëjmë gjërat gati. Atëherë, tani tregojmë si jemi. Tani është ora 6 dhe pëllozim këtu me Leushi edhe përpresim Doni dhe vi nga puna dhe i kemi hekuros rrobat, kemi rregullu në rroba, akoma s'kemi bërë valigjen, çantën gati sepse do ta marr poshtë në garazh, kështu që do marr burri. Dhe i presim të vijaj dhe të rregullojmë të telefonit. Do bëjmë dush, do bëjmë gati për nesër, sepse nesër kemi avionin në 9:15 edhe në 7 do të muqen atje, kështu që do të muqen në 5-4, të di. Kështu që do të më flet herët sot Lea sidomos. Tani jam të gjet outfitet Leas që do përdoj atje, sepse ne do ikim nesër që është ente e premte është tunë diele mëngjes ikim, po nërsa nesër mëngjes ikim, kështu që 4 outfite. 4. Do në 8. Sepse si bëhet kjo, bëhet 5 gjitha. Dhe kërë gjithë tani. Ja kam gjithë 2 tani, po gjithë tjerat. Do më thonë sa më shumë të ketë më mirë është se më mirë me pas, mos me pas. Kështu që vazhdojmë prap. Atëherë është ora 10. Lea po fle. Tani kam mbaru gjithçka. Kam bërë çantat gati, janë gjitha gati. Tani do lahem unë edhe do ikem me fletë. Natën që kam nesër. Kemi kalu check-in-in, do më thonë se nuk mjafton kjo nga telefoni kur jam me fëmijë, dhe quam atë karrocën e makinës e quam të një vend tjetër, dhe tani do ikim lart. Lea është këtu po lodh në tokë dhe vazhdojmë. Kam shumë uri, kështu që mezi 5 të mëngjesin dhe kaq. Ikim.
Kemi një kemi mbërrit dhe tani po marrim makinën me qëra. Tani kemi arrit, kemi marrë makinën me qëra dhe tani po ikim në Durrës dhe Gjetje dhe Saudi. Ciao! Tani hangër trekte kunati dhe tani do nisim për tjerë dhe do ikim të surpriza. Nana! Surprise! Zemër. Shpir. Hak. Ketjene. Zemër. Zemër. Dolazim këtu te ky parku. Te ky lojrave. Tani jemi ulur për të lënë dhe pastaj do i vim shtëpi se jemi të shumë të lodhur si se domethënë. Tani do ham këtu. Lea është këtu. Tani do vinë gjithë dhe kaq. Pastaj ikim në shtëpi dhe në gjumë. Mirëmëngjesi. Atëherë, sot është dita 2 të Shqipëri. Jemi këtu në Fier dhe sa kemi ikë në Kistja sepse kam bu Invisalign maskerina. Dhe tani për tani është mirë, por do shohim. Dau. Dhe do me thënë tani për tani ndjem mirë, ndjej pak shumë pëzdi, por do t'i mbaj tani 2-3 orë dhe shohim dhe do i mbaj për tani për 6 muaj, pastaj shohim. Dhe kaq. Për kush i ka, do më thoni ju eksperiencat e juja si janë. Dhe tani do ikim në shtëpi, se Lea është me vjerën. Edhe nuk e di çfarë do bëjmë azite. Në këtë ditë, nesër më duket do shkoj të bëj keratinën. Ta provoj sepse kam shumë flokë dhe kam kështu. Dhe kam qef ti bëj ti provojmë. Dhe kaq, vazhdojmë tani po marrim sa suflaqe, ikëm në shtëpi, atëherë kam bërë keratinën. Nuk shpet shumë, por do shohim nesër. Dhe tani po është ora 12, tani do plen gjumë të dita 2 të mbaroj. Shihemi nesër. Mirëmëngjesi. Sot është dita e 3, tani po dalim në Fier të blejmë ca gjëra. Ta!
Tani kemi arë në shtëpi dhe Lea tani e kam vendosur në gjumë. Unë e doni po ikim deri te një vend. Dhe pastaj mas dite do shkojmë në fier, duket, unë dhe doni dhe do provojmë ato frutat kërtap. Dhe e do bëj video në TikTok, kështu që shkoni në TikTok dhe shifeni video. Po më shohin tani. Dhe kjo vase bërë djale dhe rusho moj belice bar. Dhe kjo vase bërë djale rusho dhe moj belice bar. Rusho moj. Jam djetu si konfina, zana nuk shita, në rritu qesh nuk përsita. Ne jena rindjetu, mos na provokur. Edhe dita fundit maroj dhe nesër do nisim për Itali. Unë tani lavanda mbet, vendosa këto dhe do plejmë gjumë. Paqim! Sa bujdek për çekim. Tani është dita e 3 që kemi ardhur në Itali. Jemi mirë, domethënë. Unë e këta dhëmbët jam mirë, thjesht kam pak fryrje faqe. Kreatina është shuni vetë sa vetëm tharje, nuk I kam pjesur fare. Dhe gjithçka është mirë. Kështu që nëse video ka pëlqyer, bëni like, komentoni dhe ndisni zilën për videot e tjera. Dhe shihemi në videon tjetër. Bye! Tani isha të publiku videon, por është data 1 dhjetor, kështu që ciao! Kjo është videoja e parë dhe do mundom t'i bëj çdo një vlogmas çdo ditë, kështu që ky është sa për fillim të mbar. Falemze. Dhe do mundom të bëj video për ditë. Kështu që shihemi. Ciao!